Ishte Eneda Tarifaj me këngën e saj Kjani Trima, ora shënon tani 10:31 minuta. Do të shkojmë tani në shkollën e arteve Qesk Zadeja në Ferizaj, shkollë kjo që kremtoi 28 nëntorin, pra ditën e flamurit. Kjo datë është rëndësishme për kombin shqiptar, ndaj u shënua me ekspozitën dhe koncertin e titulluar Krenar për të shkuarën, të bashkuar për të ardhmen. Ndërsa kjo shkollë ka 68 nxënës, por talenti i tyre lë pa fjalë edhe piktorët me përvojë. Aty ishte kolega jona Fërdita, ndjekim. Objekti i shkollës së parë shqipe në Ferizaj, Smaj Qemaji, është pjesë e trashëgimisë kulturore, si dhe në shërbim të shkollës së arteve Qesk Zadeja në Ferizaj. Në ambientit e kësaj shkolle të vjetër e me plot kujtime e histori, Ferizajasit e rinj po realizojnë pikturat e tyre për ekspozitën Krenar për të shkuarën, të bashkuar për të ardhmen. Jo vetëm Kosova, por gjitha troje shqiptare kanë fest për 28 nëntoni. Sigurisht që kujtohet kjo ditë e shenjtë për gjithë shqiptarët, siç edhe po kremtohet e do të shënohet edhe nga nxënësit e shkollës së artit që Zadeja këtu në Ferizaj. Kështu që kemi ardhur këtu për të ndarë këtë moment bashkë dhe për të shijuar pikturat e tyre të mrekullueshme, të cilat i kanë punuar nga duart e tyre të artëve. Jemi duke punuar për 28 nëntorin, këtë kemi zgjedhur punime të ndryshme. Unë kam zgjedhur këto që janë veshjet e kombëtare, që mu më pëlqejnë ekstrem shumë. I ke veshur ndonjëherë apo vetëm i ke pikturuar? Jo, e kam pikturuar. Është veshje e kësaj treve apo s'ka rëndësi, veshjet kombëtare shqiptare të gjitha të pëlqejnë? Nuk ka rëndësi. Është hera parë që do t'jesh pjesë e një ekspozite ku shënohet kjo datë e rëndësishme, dita e flamurit, apo... Po, është hera parë. Dhe ndihesh e emocionuar? Pak shumë. Pranvera Sulejmani, drejtoreshë shkollës së arteve Qesk Zadeja në Ferizaj, vlerëson lart për kushtimin e profesorëve dhe të nxënësve të shkollës. Sipas saj, 28 nëntorit, dita e flamurit, është ndër festat më të rëndësishme kombëtare dhe kjo datë gjithmonë nderohet e shënohet me aktivitete të veçanta. Drejtoresh, pra jemi në mesin e nxënësve të kësaj shkolle të artit që janë duke krijuar edhe aktualisht art. Ne si shkollë e artit i kemi dy degë, dy drejtime, kemi drejtimin e artit muzikor dhe drejtimin e artit figurativ aplikativ, të më thonë cila e bën një ndërthurje mes arteve shumë adekuate për njëna tjetrën, dhe sigurisht që kur bashkohen bashk, sigurisht që ka me dalë një diçka tepër e bukur. Ditën e flamurit ne do ta kremtojmë dhe do ta festojmë me vepra shqiptare, si në muzikë, në koncertin e degës së muzikës, gjithashtu dhe me ekspozit të degës së artit figurativ. Dhe ne po i shohim se të gjitha punimet janë me motive kombëtare dhe të simboleve shqiptare, kështu që kryesisht po dominon e kuqja e zeza, por edhe e bardha. Sigurisht që kretë kjo punë është duke ju falendëruar profesorave, po vetë profesorat janë dhe artista. Sigurisht që motivet tona shqiptare, dhe më thonë, edhe në pikturë janë shumë të përshtatshme mu realizu edhe me do një vepër e bukur, sepse janë ngjyrat të tilla, dhe më thonë kombinimin ngjyrat, motivet që i kanë veshjet dhe vallët tona shqiptare, janë në realizim për pikturën janë të duhurat. Dita e flamurit është festa që na përkujton deklaratën e pavarësisë së Shqipërisë, e cila u ratifikua nga Kongresi Mbar Shqiptar më 28 nëntor të vitit 1912.
Ndërsa Pranvera Sulejmani, drejtoreshe shkollës së arteve në Ferizaj, tregon se kjo datë e rëndësishme për kombin shqiptar gjithmonë shënohet me vepra mbi të vërtetën e zhvillimeve historike dhe figurave emblematike shqiptare. Sigurisht që mënyra ma e lehtë për me përcjell një mesazh për atë dashurinë prej një rinis të mas luftës, sidomos që është shumë e rëndësishme, sigurisht që mënyra ma e lehtë është përmes artit, përmes pikturës, përmes ngjyrave dhe përmes tingujve. Te muzika kemi edhe shkollën e Olt, shkollën fillore dhe gjithashtu edhe shkollën e mesme. Për te arti figurativ kemi vetëm shkollën e mesme, që i bjen një farë pjesë e moshës prej 15 deri në moshën 17-18 vjeçare. Ndërsa ky aktivitet shënohet në kuadër të shënimit të kësaj date në nivel të komunës apo në nivel shkolle? Në nivel shkolle. Këto punime janë vetëm disa nga ato që do të zënë vend në Galerinë e Arteve në Ferizaj. Risi ka me qenë që këtë punime që na kemi me ekspozu në galeri, sigurisht duke i bashkangjitur dhe veprat të tjera, me Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kemi me i dhuru për nënat dhe për gratë e dëshmorëve. Nënat dhe gratë e dëshmorëve tashmë janë informuar që do të pranojnë këto dhurata në këtë ditë të shenjtë për kombin shqiptar, apo do të jetë befasi për to? Sigurisht që janë ftu për eventin për pjesëmarrje, sepse bashkëpunimi është dhe me organizatën e veteranëve të luftës të UÇK-s. Domethënë informacione dhe përgatitjet gjitha janë në kohë. Pranvera Sulejmani është bij dëshmori, prandaj edhe festat kombëtare janë me rëndësi të veçantë. Këto data jo vetëm që ja kujtojnë sakrificën e popullit shqiptar, ndërshekuj, por edhe ja kujtojnë dhimbjen dhe amanetin e babës, e forcën e dashurinë e nanës. Unë jam vajzë dëshmore dhe këto aktivitetet të kësaj forme, të kësaj fryme patriotike, atë dashurisë, normalisht që më plotësojnë pak më shumë. Sigurisht është ky moment emocionues, mbase këtë mesazh dëshiron ta transmetosh edhe tek gjeneratat e reja, por edhe tek nënat dhe gratë dëshmorëve që nuk janë harruar. Bashkë ndjeheni me secilën prej tyre. Sigurisht ndihem shumë e fat që i përkas të dy kategorive. Domethënë i përkas kategorisë të familjeve të dëshmorëve, gjithashtu edhe komunitetit tam artistik, që është ndërthurje shumë mirë me njëna tjetrën që përmes profesionit tim mundem me bë edhe për tej artit, me përçu mesazhe dhe qëllime mas mëdhaja, sepse që thash dhe ma herët, përmes artit është shumë e lehtë u përcjell çdo mesazh. E ku ishte ideja që pikturat të shkojnë në duart apo në shtëpitë e nënave dhe grave të dëshmorëve? Sigurisht që nuk është aktivitet që po ndodh për herë të parë. Ne e praktikojmë shumë shpesh. Këtë vit për 8 mars për vitin e gruas kemi pas të njëjtin aktivitet pothuajse, që kemi realizuar punime, vepra dhe ku për atë ditë kemi vendosur me shoqatën e veteranëve të luftës, me Drejtorinë e Kulturës dhe me kontributin tonë si shkollë, me i ftu ish luftëtarët e UÇK-s, femrat veterane të luftës, femrat të cilat kanë kontribu në luftën e Kosovës, kemi pas një takim së bashku, kemi ndo kujtime së bashku dhe i kemi nderu me një dhurat modeste, po normalisht nështë puna që është realizu ka qenë modeste, një dhurat modeste, po qëllimi ka qenë i madhë, sepse na kemi ndo kujtime dhe përmes tyne mujna mi përcjellë të tjere dhe kështu që mos harrohet krejt kjo sakrificë që është bërë për vendin tonë. Gjithmonë në datat të shënuara, qoftë për festat kombëtare apo të vendit e ndërkombëtare, janë të parët ata që kanë sakrifikuar për lirinë e vendit? Ju e ke prioritet për t'i nderuar gjithmonë? Sigurisht, sidomos në këtë data që janë festa kyçe që kanë bërë festë madhe historike për shtetin tonë dhe për kombin tonë, sigurisht janë data shumë e rëndësishme dhe
sigurisht janë ata të partë që na i nderojmë dhe i kujtojmë dhe po ulemi para tyre. Edhe artistët e së ardhmës e që sot janë nxënës të shkollës së arteve Qesk Zadeja në Ferizaj, janë teje të emocionuar. Unë jam emra Fizullo, këto jam në shkollën e mesme të Qesk Zadeja për artin. Këto jam të bo Gjergj Skënderbejën për 29 nëntorin, për ekspozit. Kemi bërë dhe ma herët, por kjo e pak ma e veçantë. Jemi në klasë 12, kemi mësuar më shumë. Dhe... Ke zgjedh vet apo ka qenë përcaktim i profesoresh? Të dytë, paka shumë. Kemi biseduar, kemi zgjedhur diçka që na ka pëlqyer të dyve. Është emocionu si me diçka për kësaj natyre ose për figurën e Gjergj Kastriotit? Po. Ngjyrat më të përdorura nga nxënësit e shkollës së artit gjatë gjithë muajit nëntor janë ngjyrat e flamurit kuq e zi, si dhe ato të uniformës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë jam Kristina Muradili dhe jam në shkollën Qesk Zadeja. Këtu ne jemi duke punuar disa piktura për 28 nëntorin. Si gjithë, nuk është piktura por për ekspozit, për bërë dhe tjera. Si gjithë pikturat edhe këtu nga të bërë me shumë vullnet dhe me shumë dashuri. Nxënësit e shkollës së arteve Qesk Zadeja në Ferizaj janë kaq të përkushtuar në realizimin e secilit punim që përfaqëson dashurinë për atë dheun dhe të kaluarën e kombit shqiptar. Këto qupa e çuna të talentuar në pëlhur po shprehin dashurinë që kanë për vendin e tyre Ferizajn, por edhe për Kosovën e Shqipërinë. Nuk janë të vetme këta që marrin prej neve dituni. Nuk e di a janë të vetëdijshëm çfarë efekti kanë te na. Sepse unë jam artiste, jam vetë piktore, dhe më thonë përveç jam lideri shkollës, unë e gjej inspirimin. Dhe më thonë, e kryojnë edhe një kulturë të re, bojnë me po prej një kondit të cilin nështë ma herët nuk e komendu, nuk e kom po. Dhe më thonë, kjo është shumë reciproke. Edhe sigurisht në çdo gjenerat që përcillni, kërkimi juaj mbase ndër të tjera është edhe të mishroni edhe dashurinë përmes artit dhe të kujtoni se çfarë kanë bërë gjeneratat paranesh. Më thani, diçka e madhe e bëha të njësë prej një iniciative të vogël, nëse se cili prej neve diçka të vogël janë prej vete, sigurisht që aja mandej kur të bashkohet ka me dal një diçka e madhe edhe në këtë shekull edhe mas 99-ës, sigurisht që patriotizmi ma i madh është shkollime, rinia e shëndosh. Një mesazh nga ju në këtë datë të rëndësishme për gjithë kombëshin. Mendoj, mesazhi më i rëndësishëm është që na çdo ditë me dorë planin, me planin. Krenar për të shkuarën e të bashkuar për të ardhmen nuk janë vetëm nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës së arteve Qesk Zadeja në Ferizaj, por i gjithë kombi shqiptar.